Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të presidentit serb Aleksandar Vučić pas reagimit të fortë të këtij të fundit ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në lidhje me shitjen e dronëve në Kosovë. Në një shkrim në platformën X, Osmani theksoi se në të njëjtën ditë kur presidenti amerikan Donald Trump kishte lavdëruar Turqinë dhe presidentin Erdogan për udhëheqje të jashtëzakonshme në promovimin e paqes globale, Vučići pa turp po e sulmon Turqinë, një shtet antar të NATO-s që po e ndihmon për mbrojtjen e paqes. Në të njëjtën ditë kur presidenti Trump lavdëroi Turqinë dhe presidentin Erdogan për udhëheqjen e tyre të jashtëzakonshme në promovimin e paqes dhe sigurisë globale, Vučić po sulmon pa turp Turqinë, një vend që si antar i NATO-s po na ndihmon të mbrojmë paqen. Jam krenare që kam punuar ngushtë me presidentin Erdogan, një njeri fjale i cili gjithmonë ka treguar kujdes të thellë dhe të sinqert për të gjithë popujt e rajonit tonë dhe ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në ruajtjen e stabilitetit, sigurisë dhe paqes. Ndërkohë, Vučići duket se beson se mund ta kërcënojë një vend të madh të NATO si Turqia, ashtu siç kërcënon vendet fqinje. Në vend që të bashkëpunojnë ngushtë me shtetet anëtare të NATO-s, ai përparon në bashkëpunim ushtarak me Rusinë, Kinën dhe Iranin. Ne do të vazhdojmë të forcojmë lidhjet me aleatët e NATO-s duke modernizuar kapacitetet tona mbrojtëse sipas standardeve të NATO-s për të siguruar paqen dhe stabilitetin për popullin ton dhe për të kontribuar aktivisht në sigurinë kolektive. Vučići do të duhet ta bënte të njëjtën gjë në vend që të sulmojë vazhdimisht fqinjet e tij, por përmendjen e tij hegemone e mbetur në të kaluarën dhe e fiksuar pas ngacmimit të tjerëve, një nivel i tillë pjekurie duket i paarritshëm, shkruan Vjosa Osmani. Këtë të mërkur në Kosovë kanë bërritur me mira dron luftarak nga Turqia pas porosisë së kryer nga Prishtina zyrtare. Dronët duhet të kishin bërritur në janar të vitit 2026. Gjithsesi, kryeministri Albin Kurti ka dalë vetë në aeroport për ta përshëndetur mbërritjen e tyre 3 muaj më herët në Kosovë. Në një mesazh në rrjetet sociale, Kurti sqaroi se dronët kamikaz, të njohur edhe si FPV të tipit RTF, Ready to Fly, Skydagger, janë dron luftarak të pajisur me mjete shpërthyese, me qëllim goditjen e objektivave lëvizëse dhe statike të armikut. Me blerjen e këtij kontingjenti të fluturakeve pa pilot, krahas TB2 Bayraktar dhe fluturakeve Puma, po vazhdojmë të ngrisim dhe shtojmë fuqinë goditëse të ushtrisë sonë, me qëllim ndërtimin e një force të aftë dhe koherente me zhvillimet e reja teknologjike dhe taktikat e luftës bashkëkohore. Dronët u ngarkuan në kamionët multifunksional Rheinmetall 88 që i patën marrë vitin e kaluar, 15 sosh gjithsej, 10 të blera nga ne dhe 5 donacion, shkruan Kurti. Por ky lajm i bujshëm nga Kosova duket se ka mbërritur shpejt në Beograd dhe nuk është pritur as pak mirë nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e ka etiketuar Turqinë për shitjen e armatimeve për qeverinë e Prishtinës. Jam i tmerruar nga sjellja e Turqisë dhe shkelja brutale e kartës së OKB-s dhe rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si dhe nga vazhdimi i armatosjes së autoriteteve të Prishtinës. Tani është plotësisht e qartë se Turqia nuk dëshiron stabilitetin në Ballkanin Perëndimor dhe ëndërron që të rindërtojë përsëri perandorinë osmane. Serbia është një vend i vogël, por ne e kuptuam mirë mesazhin, shkruan Vučić në rrjetin X. Sa kaq, dronët Skydagger mbajnë eksploziv dhe mund të godasin objektiva lëvizëse dhe statik, edhe varësisht nga modeli, mund të mbajnë pajisje shpërthyese me peshë nga 2 deri në 5 kg. Prishtina më parë ka bler gjithashtu dron nga Turqia. Ata janë TB2 Bayraktar, por edhe dronët amerikan Puma që mbërritën muaj më parë në vend. Forca Sigurisë e Kosovës është pajisur me dron Skydagger 15 të prodhimit turk. Lajmi është konfirmuar për Telegrafin nga zëdhënësia e Ministrisë së Mbrojtjes, Lyridon Argashi. Po, FSK është pajisur me dron Skydagger 15, ka shkruar Argashi. Droni Skydagger 15 mund të fluturojë deri në 36 minuta, të arrijë shpejtësinë deri në 130 km/h dhe të bartë ngarkesa deri në 5 kg. Përdoret për filmime aerore, kërkim shpëtimi, inspektime teknike apo dërgim të pajisjeve të vogla në zona të paarritshme. Në fushën ushtarake mund të shërbejë për vëzhgim nga ajri, zbulim të objektivave, transport pajisjesh taktike ose për misione të kontrolluara me precizion të lartë.
Policia e Kosovës, pjesë e garës King Abdullah Special Operation Training Center në Jordani. Policia e Kosovës, konkretisht zyrtar policor të njësive speciale, po marrin pjesë në një garë ndërkombëtare të njësive elitare policore ushtarake të shteteve të ndryshme, bëjt e ditur se këtë vit pjesëmarrës janë 38 ekipe të shteteve të ndryshme të botës. Në këtë garë, njësitë elit policore, si dhe ato ushtarake po garojnë në disa disiplina me shkallë të lartë të vështirësisë dhe taktikës, si gjuajtje me armë të llojeve të ndryshme, marshime me peshë të rëndë dhe pjesë të tjera të ushtrimeve të natyrës së kësaj fushe të operimit policor ushtarak. Policia e Kosovës me njësinë elit të saj po tregon profesionalizëm dhe rezultate pozitive në fusha të ndryshme, karshi i policëve të shteteve të ndryshme ndërkombëtare, thuhet në një njoftim të policisë. Ekipi i policisë së Kosovës ka arritur të futet në pjesën finale të garave King Challenge, ku pjesëmarrës në këtë fazë do të jenë 15 ekipet më të suksesshme të këtij organizimi. Bashkë kishin në luftë si ushtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E bashku paraqiten edhe të martën në gjykatore, Abit Mustafa dhe Rahim Tahiri dëshmuan për tmerret e luftës në fshatrat e ushtrisë. Në gjyqin ndaj Zoran Kostić dhe Dragan Milović, u dëshmua se si ishte vrarë një fëmijë rrugës për në shkollë. Ne kemi pasur një nxënës i cili është vrarë më 22 shtator. Ai ishte rrugës duke ardhur në shkollë kur kanë filluar bombardimet dhe ai gjatë rrugës për në shkollë është vrarë. Është vrarë nga forcat serbe, ka thënë Mustafa. Torturave e keq trajtimeve sipas dëshmitarit Tahiri nuk i kishin shpëtuar asnjë shtëpi. Nuk ka familje, nuk ka shtëpi, pa u konë 2 ose 3 që i kanë marrë në fshatrin Proluzh, ku kanë qenë stacionuar policor. Ju kërkoheshin armatim sa më i shti me i re. Kemi edhe 3 persona që si pasojë e keq trajtimeve në këtë stacion, që edhe kanë vdek prej Xhati Dajaku, ka thënë Tahiri. Përkundër vrasjeve, dëmeve të shumta u ishin shkaktuar edhe shtëpive e hambareve të banorëve të fshatrave të vushtrisë. Jo vetëm fshati Strovc, por edhe fshatrat përreth, asnjë kulm nuk kanë mbetë nëpër shtëpi, të gjitha kanë qenë të shkatruara. Përveç shtëpive janë vrarë të gjithë shtazët shtëpiak, janë ndjekur hambarët me grur, është shprehur tutje Mustafa. Tahiri tregon se në krye të këtyre vemeve e kishte identifikuar Zoran Kostić. Gjatë vëzhgimit unë kam njoft Zoranin që është duke u përgatit me popullatën, duke i rë popullatës dhe çdo krim, çdo sen që është bërë në 5 fshatra, Zorani nuk ka vend që s'ka marrë pjesë, ka theksuar tutje Tahiri. Para trupit gjykues u dëshmua edhe veshja e Kostić që kishte mbajtur gjatë luftës. Setrën e ka pas të ushtrisë, e poshtë ka qenë civil. Gjithmonë kam thënë se udhëheqësi i asaj fushate ka qenë Zoran Kostić, ka përfunduar Mustafa. Kostić e Milović akuzohen se gjatë luftës si pjesëtar të policisë serbe kishin vrarë, maltrajtuar, plaçkitur e shkatruar shtëpitë nëpër fshatrat e komunës së ushtrisë.